Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Erion Velia u shkarkua nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës, vendimi u mor në mbledhjen e sotme të qeverisë. 2 ditë më parë ishte Këshilli Bashkiak i Kryeqytetit që i tha po propozimit lidhur me shkarkimin me një bashkim të votave mes opozitës dhe majorancës. Një ditë pas votimit nga Këshilli Bashkiak, dje kryeministri Rama mblodhi ministrat dhe deputetët socialistë të qarku Tiranë për të përcaktuar hapat e ardhshëm. Strukturave ju bëri thirrje të nisin menjëherë përgatitjet për zgjedhjet e reja. Nëse zgjedh rrugën e ankimimit në gjykatën kushtetuese, Velia i ka 15 ditë kohë për ta bërë këtë. Emërime të reja në qeverinë Rama 4 ish deputetja e Partisë së Lirisë Silva Caka në postin e zëvendës ministre së punëve të brendshme. Ndërkaq ish deputetja socialiste në Shkodër Edona Bilali u emërua si numri 2 i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Eugena Tomini, ish drejtoreshe e Institutit të Shëndetit Publik, merr postin e zëvendës ministres së Shëndetësisë. Sali Berisha deklaroi sot se Erion Velia po i bëhet presion sipas kryetarit demokrat që të mos ankimojë shkarkimin e tij në kushtetuese, po i ofrojnë lirimin nga burgu. Erion Velis po i kërkohet në mënyrë ultimative, mos shkojë në gjykatë kushtetuese, në mënyrë që të dalë nga burgu, në një qytet i lirë dhe të ketë lehtësira. Ky është misioni i gjushit dhe don tani që t'i jap ta çojë te harami, atë ka pengaj, kanë rrëmbyer së bashku pronat e shtetit shqiptar dhe shpallën zgjedhjet dhe ai mos shkojë dot në gjykatë kushtetuese. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë shkëmbim i kushtetutës, i ligjeve dhe parimeve të shtetit. Po sot Berisha akuzoi Ramon si pjesëmarrës në takimin e përfolur në Aruba me boz të drogës më 19 janar 2019. Kryeministri dhe qeveria akuzohen kanë rrutuar 13.000 kilometra në Aruba për te Venezuelës. Për të takuar me këthuti, me klanet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë, Europës dhe botës. Partia Demokratike dosje në Aruba ne do ta dërgojmë në të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vendet partnere. Deputeti i Demokrat Belind Kliçi sot u paraqit në gjykatën e posaçme, i thirrur si dëshmitar në procesin gjyqësor të njohur si dosja PSD. Kliçi u përfshi në debate me avokatët e të akuzuarve. Jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike, deri diku është shkuar edhe në kërkesë llogarie nga ana e avokatërve të mbrojtës të personave të akuzuar, është kaluar në interpretime politike, është kaluar në akuza politike. Më mirë tu ku jam unë sot se sa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabit elektoral PSD. Avokati i mungoi për shkaqe shëndetësore, u shty seanca paraprake për Ilir Metën. Kërkesa do të shqyrtohej nga gjyqtarja Irena Gjoka, e cila do të vendoste nëse dosja kalon për gjykim ose jo, por u shty dhe u bë shkak mungesa e kujtim Cakranit. Në GKK u paraqite edhe bashkë pandehura Monika Kryemadhi. Monika Kryemadhi, Ilir Meta akuzohen për korrupsion pasiv, ndërkohë që nuk ka asnjë të akuzuar për korrupsion aktiv. Smaku dhe i gjithë procesi ka qenë shumë i zënë me intimidimin apo dhe kërcënimin ndaj dëshmitarëve. Britania e Madhe ju thot, ore zotri, se po na keni shpjeguar gjithë telefonin e kësaj zonjës dhe gjithë kurikulum vitan e zotit Meta. A mund të na thoni cili është krimi që ka bërë zoti Meta këtu? Dhe zonja Kryemadhi se nuk po shohim krim. Dhe tjetra, mos u tallni me ne, se ne nuk kemi stalker që ndjekim njerëzit dhe ju përgjojmë mesazhet e telefoneve. Gjykata e lartë rrëzon rekursin e ish kryebashkiakut të Kukësit për pafajësi. Safet Gjitsi kërkoi prishjen e vendimit të apelit posaçëm të 24 qershorit 2024 dhe shpalljen e tij të pavlefshëm të pafajshëm për shpërdorim detyre e korrupsion pasiv. Pas publikimit të një video skandali në mjediset e Bashkisë Kukës, Gjitsi u dënua për arsye shëndetësore më 19 maj të këtij viti u lirua nga qelia ku qëndroi 23 muaj. Top Albania Radio. Taylor Tivari është autori i dyshuar i ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme në Durrës, ku mbeti i vrarë 51 vjeçari Valbon Beqiraj. 24 vjeçari rezulton në mesin e disa personave të shoqëruar për krimin në lagjen 12 të qytetit bregdetar. Viktima duket se kishte ftuar disa miq në banesë, me njërin prej të cilëve u konfliktua e gjithçka përfundoi keq. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve sqaroi ngjarjen e ndodhur në orët e para të mëngjesit në Fier, ku i paraburgosuri bledar Selmanaj ka tentuar të arratiset. Rreth orës 3:48 minuta Selmanaj doli përmes një vrime të hapur në mur me mjete rrethanore. Sqarohet se gjatë ndalimit i paraburgosuri ka kundërshtuar me forcë punonjësit e policisë së burgjeve. Rezulton gjithashtu se bledar Selmanaj ka tentuar edhe 2 herë të tjera të arratiset nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në Shqipëri përmes veprimeve aktive. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Në New York, ku po zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, presidenti i Republikës Bajram Bega ju drejtua të pranishmëve me një fjalim. Shqipëria beson se sfidat botërore, nga konfliktet dhe terrorizmi, ndryshimet klimatike, inteligjenca artificiale dhe pasiguria ekonomike janë jo vetëm të ndërlikuara, por edhe të ndërthurura. Prandaj njerëzimi ka nevojë për më shumë bashkëpunim, shumë palësh. Ndërkaq Bega i kërkoi që Kosova të hyjë në Kombet e Bashkuara. Njohja e pavarësisë Kosovës, mbështetja për antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare është një akt drejtësie ndaj popullit të Kosovës. Është një hap që forcon edhe më shumë paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe një kontribut në stabilitetin e Europës. Lajme nga bota. Dronë në të tjera aeroporte në Danimark sërish duke qenë në mbyllje të përkohshme. Nuk po tregojnë shenja ulje tensionet mes pushtimit të qeve evropian nga avionët luftarak të dronëve që Perëndimi beson se u përkasin forcave ruse. Shefja e Komisionit Evropian von der Leyen i tha CNN-it se është në tryezë opsioni i rrëzimit të një droni që ndërhyn në hapësirën ajrore të NATO-s. Presidenti Ukraina Zelenski u drejtua me një fjalim Asamblesë së OKB-s, referuar fluturimeve të dronëve mbi hapësirën ajrore të vendeve të NATO-s, akuzoi Rusinë dhe u shpreh se Moska është sinonimi i ndërhyrjes. Planet e promovuara nga Kievi dhe disa kryeqytete europiane që synojnë në zgjatjen e konfliktit nuk janë të pranueshme. Kjo u theksua nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një takimi me kolegun amerikan, sekretarin e shtetit Marco Rubio. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, sipas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak, moti karakterizohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat shoqërohen me rreshje shiu. Temperaturat variojnë nga 13 deri në 30 gradë Celsius.